Etnik Bruti me shumë gjasa nuk do të jetë surpriza e vetme e Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi një tjetër futbollist po tentojnë ta veshin me fanellën e kombëtares shqiptare. Siç dihet prej kohësh, Arion Ibrahimović është në radarin e federatës, teksa kohët e fundit bisedimet mes palëve kanë avancuar. Sulmuesi aktualisht është pjesë e Lazios, teksa ka dalë nga Akademia e Bayernit të Munichut. Talenti i tij dhe cilësitë kanë bërë që të jetë pjesë e planeve të Silvinjos për kombëtaren tonë. Por për të përshpejtuar akoma më shumë këtë situatë është futur edhe El Seid Hysaj. Mbrojtësi shqiptar po bën rolin e shkesit të Ibrahimovići për të tentuar ta bindi që të pranojë ftesën e federatës për të veshur fanellën e kombëtares. Bisedimet mes Hysajt, Ibrahimovićit dhe federatës vazhdojnë dhe pritet që shumë shpejt sulmuesi 19 vjeçar të marrë edhe vendimin përfundimtar për të ardhmen e tij. Kujtojmë se 19 vjeçari ka luajtur për moshat e Gjermanisë deri te U20 ku ka qenë vendimtar me paraqitjet e tij.